Po, përshëndetje miq të dashur. Shkojna me vizën e radhës PDK-ja, për parim Gruda. Është në më burr, ka për shkapull e historia burr. Për bes, unë nuk e di çfarë shkolle ka kry kë, po nuk është kërka. Po ma mirë që shkojmë të dëgjojmë vitin, të diskutojmë së bashku. Spozu kurtin që po mashtron. Po thot që njerëzit presin me pas dialog. Jo, gëm. Njerëzit presin na me ekspozu kurtin çfarë është i vërtet. Kush janë më ata njerëz? Me ekspozu kurtin çfarë është, kush është i vërtetë, cila është i vërtetë. Pse se ke kuptua la për parim Gruda se kush është kurtja? Po zotin nuk kam mjaftu boll 51% me kuptu se kush është dy herë, por një 50%. Unë nuk e di me çfarë logjike dele fole për emisionet televizive kështu. Se nëse nuk e kupton kush është kurti, atëherë çish do me mujt kurtin, çish do me mposht. Apo menon veç me ruvanin, me ru që ata vota çaj kia dhe në rregull jem. Nëse është kështu, atëherë jem në rregull. Po nëse dëm për me mujt, me fitu vota, e kishim gabim edhe Gorani po thot, po shkojmë veç të dëgjojmë lutem. Elektorati jo më reduk se na Ju kanë thonë, po elektorati. Ju kanë thonë, a mundeni mi ekspozu kurtin për të tillë çfarë është? Po. Edhe ju keni thonë, okej. O kukulada eme. Edhe Gorani po kesh, po Golviç. Pas këtë elektorat që ditë shumë. Politikën e kem profesor. Pas këtë elektorat që ditë shumë. Por shta nala veç me ndëgjuj të amon kështu, ase, për qysh mund me thonë të elektorati lo qa me bote vla. Ti e aj që i ke kry shkollën. Ti e aj që i dheq politikën. Popli është taj që të votonë. Por me të votu popli, ti dosh me punu. Dosh me të regu, votu zvetu se qysh po punën ti. Ose t'ju, po dhe këtë përgjësi. Ama një votu zve të regu ty, qysh me punu. Na nuk dim. Na veç e dim çka është mirë, çka është keq. Kur e shohim që punojnë keq, e në shkojmë. Ja, më atë që punojnë mirë. Që shumë vota. Shkojnë miq? Por tash na bëhet punë mirë. Jo, në rregull. Skena. Njerëzit do të më ditë e përfundova drejt. Një minutë. E përfundova. Njerëzve do të më tregu që do të me kuptu që shkum janë zgjedhje për fajin e kujt po ndodh dhe çka ka ndodh prej zgjedhjeve të fundit. Jo, nëse shkojmë me qito, atë po të garantoj që kemi me sharu deri këtu. Sepse fajin me që shkojnë zgjedhje, jeni ju. Opozita. Pse po thëmë to? Sepse ku a presidenti? Ku e emët e presidentit? Se nuk shkojnë kukla, president kukull, pa emën nuk ka kërkon botë, për pas PDK-ja. Kremlisi shumë mirë për i lutë. Amni, emnat, të dim kush janë. E jo qish po dhani? Ja, Blanko. S'ka vërë Blanko kërkon? Ama një shtetën në botë. Në botë s'di, po në Evropë, se po në botë se di, po në Evropë. Më rëvëlla dhe në botë, thuj. Ama një vend në botë, gjoma, që ta zgjedh presidentin Blanko. Amonit kohë për parim Gruda. Edhe Bleta Deliu, sot të t'i këtë, gjoma një vend në botë, unë e thoma thërë më falin, veç një vend. Mërë edhe në Afrike, ku dush, gjoma që i thotë, ne e votojmë presidentin Blanko. Ku e murë këtë ideje, ku shja dha këtë ideje, nuk e di. Edhe fërë kësha pas qëf me ditë. Me kërku president Blanko, kjo borë nuk e di. Po shkojnë amis. Pse s'po formuar institucionet. Që kë shpjegim, bëhet për një qëllim. Ajo është? Edhe e përlosim na, për një qëllim. Hajde. Që me 7 qershor, kur populli i Kosovës të votoj, ta ketë mendjen e kthjellë për me votu.
Se për ndryshe ka të mjegullume. Ka të mjegullume. Qysh i ke bë milionat, kur Se për ndryshe tha e ki të pigullavt. Për bez kjo s'është normala. Kjo nuk është normal që apo thot kjo. Goja na tregon që nëse bojmë zgjedhje të shpeshta, ka rrezik njerëzit mu lodh nga pjesëmarrja në zgjedhje. Shere me se dashe parë, zoti ku ka tutën. Kjo është e logjikshme, mirë po, kur je i sigurt që ju s'jeni fajtor, pse po frigoni për çfarë arsye? Ku pe shef frikën këtu? Ti duhesh me ja shpjegu popullit, votuesve tu, që ju si keni fajet. Por, do të pas dokument. Me vërtetu të amon që ju si keni fajet. Atër nëse ki dokument, nëse i jap dokumenton të votuesve tu që ju s'keni faj, edhe votues të japin votën prap. Bile vine dhe prej anës tonë. Ka jo. Që të shkojnë të sane. Ama për marrë votues tonë të jo, do të punë e madhe. Do të shumë punë e madhe. A i ti s'po mund shimojt qëta që i ki, sa e po shkoni zgjedhje, po pini të poshtë. Edhe po del me pralla, për parim gruda në shumë kështu. Menimi im është. Çfarë fakti që ka? A keni fol me njerëz? Po, këto ta tregon çdo ulumtim. Cili ulumtim? Se cili ulumtim? Cili ulumtim merret me lodhjen elektorale të njerëzve? Qëta që ta shërë, ndërëm. Kjo është qa që ta shërë. Po, unë zdi që fa menimi ki. Për bez. Po shkojnë me që. Pse është e rëndësishme? Fakti që njerëzit lodhen ka të shumë pes zgjedhjeve, nuk mund mu i njeru. Pse more lodhen, po ata rënë si janë kraqojnë. Kanë me shku dejtë një shkollë që aty me shti një letër në kuti. Ka të shumë t'ja bo. Jo. Për një anë, kë e ka mirë për parimi. Por, nëse këta i kanë fajet, atër lodhet pople. Por nëse i ka veja, popli votues ju nuk lodhen. Sepse ata din që ju s'keni faj. Këtu është ajo, se popli normal që popli lodhet. Zgjedhje. Shumë e vërtet. Shkojnë me që? Një derti një njerëzve? Nga keqeverisja e këtij. Ma shumë e vërtet, nuk mujna me thonë që krejt pa pesha Po ikin prej Kosovës në Shqipni. Apo edhe njerë ta konfirmoj. Ajo që po thu ti, pajtohem që ma do mi bën qeverisja Kurtit. Vetë se edhe me njeru faktin. Dilema. Që pse kondi... Bëllë gati ju se nga bënë dëmë neve. Po të përres. Edhe njerë po thom, se fakti që zgjedhjet i bojnë dëm të madh Kosovës, nuk mund të injorohet në diskutim publik pakten prej nesh. Ju mund ta bëni malete keni ju me bo. Nas mund ta injorojmë këtë diskutim. Kosovës i bojnë dëm për arsye se kushtojnë, janë kushtueshme. Po jetë pa qeverisje shteti, po jetë pa kry punë mëdha shteti, po jetë pa na hup imazhin që na për votime na konë gjithmonë të portë, na konë shembull. Tëna, e qëto e mysin Kosovën. Këto e ki mirë për parim këtu da. Ka s'lerë. Por domi është ai? Por të pes. Puna ju, se është ajo ka. Dhe në pajtonë. Mash miu ka udhëzoni. në gjang. Për një vjetë 3 parë zgjedhje, normal. Kjo është masakër e pareve të Kosovës. Miq, e ndëgjut, mire pashëve të radhës. Ju përshëndes anë e më botës.